Dega entit kombëtar të banesave në Vlorë del si një nga pikat më problematike në raportin përfundimtar të kontrollit të lartë të shtetit. Auditimi që mbulon periudhën 2023-2025 evidenton mangësi në planifikimin financiar, vonesa në investime dhe mos realizim të ardhurave. Vetëm për vitin 2023, Dega Vlorë ka realizuar rreth 74% të ardhurave të planifikuara, ndërsa për 9 mujorin e vitit 2025 rreth 27%. Këto shifra tregojnë se problemi nuk është i përkohshëm, por një ngërç i vazhdueshëm në administrimin dhe zbatimin e projekteve të strehimit. Sipas raportit, një nga arsyet kryesore të kësaj situate lidhet me mos përfundimin e objekteve Vlora 3 dhe Vlora 4, për shkak se këto banesa nuk janë mbyllur. Dega rajonale Vlorë nuk ka arritur të lidh kontratat me përfituesit, si pasojë nuk janë realizuar as të ardhurat nga përqindja përkatëse që paguhet përpara lidhjes së kontratës. Kjo do të thotë se vonesat në kantier nuk kanë ndikuar vetëm te familjet që presin strehim, por edhe vetë të ardhurat e institucionit. Raporti ndalet më pas te objekti Vlora 2, ku problemet bëhen dhe më konkrete. Për vitin 2024, për këtë investim ishte parashikuar të likuidohej një shumë për rreth 66, por në fund të vitit janë likuiduar vetëm rreth 30 milion lek, ose 44% e planit. Megjithatë, KLSH konstaton se raportet e vlerësimit për likuidimin e punimeve nga drejtoria teknike nuk janë protokolluar, çka cënon gjurmën e auditimit dhe ngre pikpyetje serioze për dokumentimin financiar të procesit. Problematika vijon edhe në vitin 2025 për të njëjtin objekt Vlora 2 ishte planifikuar një likuidim për rreth 34 milion lekësh, ndërsa vlera totale e kontratës arrin 204 milion lek. Por sipas të dhënave, deri në 30 shtator 2025 nuk ka asnjë situacion për likuidim. Me pak fjalë, projekti vijon të mbetet i zbaritur edhe pse fondet, kontrata, punimet progresive ekzistojnë prekohesh. Për te i Vlorës, auditimi nxjerr në pa dhe një problem më të gjerë, mungesën e transparencës në planifikimin dhe informim publik. Sipas KLSH-s, enti kombëtar i banesave nuk ka përcaktuar qartë numrin e banesave, garazheve dhe njësive të shërbimit që do të shiten. Nuk ka bërë publik çmimin dhe koston për apartamentet, si dhe nuk ka publikuar rregullisht raportet periodike të realizimit të programit ekonomik. Edhe në faqen zyrtare të institucionit mungojnë të dhëna të plota për investimet në Vlorë, përfshirë sipërfaqet, kostot dhe çmimet e shitjes. Në thelb, mesazhi i raportit është i qartë: pa përfundimin e objekteve, pa dokumentim të rregullt të punimeve dhe pa një planifikim real të ardhurave, enti kombëtar i banesave nuk arrin të përmbush as funksionin financiar dhe as atë social. Në Vlorë kjo përkthehet në banesa të pambyllura, kontrata të palidhura dhe qytetarë që vazhdojnë të presin strehimin që u është premtuar.